Sot është bën 1 muaj e gjysmë që banorët e Rrjollit vazhdojnë edhe protestojnë. Ne ju kena treguar që do vazhdojmë të rezistojmë çdo ditë këtu te toka jonë. Derisa të nalen punimet, derisa të jepet një zgjidhje nga drejtësia. Ju lutem shumë institucionet e drejtësisë të japin drejtim çështjes dhe mos ta acarojnë më shumë. Problemi mund të jetë shumë i madh me banorët e Rrjollit nëse drejtësia nuk flet. Bashkimula duhet me ndalu punimet për sa kohë drejtësia nuk ka folë dhe nuk i ka dhënë zot vërtetës. Fatmir Shpeza, Balmir më shku me hidh dorë nga prona që ka falsifiku dhe me lan banorët në drejtën e tyre. Policia duhet ta dhënë. Policia e shtetit nuk duhet vazhdojë me dhunu banorët. Është e papranueshme ajo që kanë bërë ditën e shtunë me dhunu banorët në atë farë mënyre në një protestë krejt paqësore. Policia e shtetit duhet vazhdojë të bëjë detyrën e vet që paguhet nga taksat e shqiptarëve për me mbrojtë shqiptarët, jo për me mbrojtë oligarkët dhe kriminalat. Ju baj thirrje gjithë bashkëqytetarëve tonë që të na bashkohen në këtë protestë sepse nuk është vetëm e Rrjollit. Problemi i pronës është i gjithë shqiptarëve. Në qoftë se Rrjolli fiton, është e sigurt që ka fituar gjithë Shqipëria. Faleminderit. Andega